Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësevgje. Ja ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Libri përzgjedhur për sot është Edhe gratë i shtypin gratë i autores turke Emine Shonlikoglu. Ky roman është përkthyer në gjuhën shqipe nga Fatmir Sulaj, ndërsa është botuar nga Bashkimi Avdiu në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Redaktor është Bujar Verbovci. Tema që trajton ky libër është një temë mjaft delikate, por dhe e bukur, që nuk mund të shpjegohet dot me një përmbledhje të thjeshtë. Për këtë, ju duhet ta lexoni këtë libër. Heroi i këtij romani është një burr i quajtur Ali, i cili është i kujdesshëm kundrejt bashkëshortes së tij, në mënyrë që ajo të mos bjerë në gjendjen e Mezejetit, e cila është heroina tjetër e romanit, që ndihej e përhumbur dhe e lënduar. Ndershmëria e gruas nuk duhet të bëhet vegël e interesave të dikujt. Është pikërisht kjo që ka dashur autoria të shprehë. Njerëzit pandehin se vetëm burrat mund t'i shtypin, t'i lëndojnë gratë, por ja që nuk është çdo herë kështu, pasi edhe gratë mund t'i shtypin dhe t'i lëndojnë gratë. Zullumçar nuk janë vetëm meshkujt, por dhe femrat. Zullumçari qoftë grua apo burr mbetet një zullumçar. Edhe nëse e di se do të qaj për gjatë gjithë jetës, nuk do ta bëj bashkëshorten e tij të qaj. Kështu është shprehur personazhi jon i librit, Aliu. Në vijim do doja t'ju lexoja diçka nga ky libër të shkëputur që më ka mbetur në mendje. Mos vall jam të çmendur gjë, çfarë po flas kështu me veten time? Syt po më lotojnë pa e kuptuar fare. Përsëri po i përgjigjem vetes time. Çfarë të bëj? Nuk kam asnjë me të cilin të flas. Mua më kupton vetëm vetja ime. Në të kaluarën edhe Aliu më ka pas kuptuar. Ato kohë që të dy ishim të rinj, që të dy nuk ishim asgjë përveç njëri tjetrit. Vitet që kaluan na bën të dyve që të harrojmë njëri tjetrin. Mos vall vitet e kanë fajin apo ne? Edhe sonte nuk erdhi në kohën e duhur në shtëpi. Ora është 1 e natës, Dobora pothuajse ka arritur deri në gjunjë. Përsëri gjendet në krye të punës. Vetëm punë. Aliu, i cili mbaronte për të ardhur herët në shtëpi në vitet e rinisë, tashmë asgjë i bie ndërmend për mua. A vetëm kur është i ri i duhet interesimi i njeriut? Njerëzia duhet të marrë informacionin e duhur në lidhje me këto tema në rini. Por ja që nuk u marrin dhe pastaj vuajnë. Disa gjëra i marrin, por ja që nuk u marrin gjërat e duhura. Për këtë arsye sonte më duhet t'i flas patjetër. U kam thënë të njëjtën gjë edhe mbrëm, edhe në netët e tjera të kaluara, por ja që nuk mundem ta bëj atë që them. Dhe akoma nuk mund të shkoj të shtrihem për të fjetur. Vall, a ja vlen? Po pyes me vete. Prapse prap i jap vetë përgjigje. Jo, Aliu nuk e meriton sakrificën tënde. Mendo për ofendimin që të bëri në mëngjes kur shkoj në punë. Të tha, po deshe gjej dikë tjetër. Si mund t'ja thot një burr këtë fjalë bashkëshortes së tij, dhe si mundet që një grua të mos i jap përgjigje kësaj? Përse ajo grua nuk divorcohet menjëherë? Përse nuk po arrit ta kuptoj dot? Pastaj mendoj, përse mund të thuhet një fjalë e tillë? Ju ftoj të nderuar teleshikues që në vazhdim ta lexoni këtë libër për të kuptuar më shumë rreth këtij romani, kaq të bukur. Ju mund ta bëni atë tuaj në faqen tonë online islamshop.ch. Kështu kemi mbërritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të takohemi në emisionet e radhës. Romani Edhe gratë i shtypin gratë, i autores Emine Shonlikoglu. Mund ta bëni tuaj në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.